أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që marrim nga libri Riyadus Salihin, i shkruar nga Imam Neveviu rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit udhëtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në hadithin 665 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i tretë në këtë kapitullin që flet për detyrat që i ka qytetari musliman për t'ju bind pushtetarit musliman kur ai e urdhëron në vepra të mira. Dhe në momentin që ai e urdhëron në mëkat, atëherë ky qytetar nuk ka detyrë as të ndëgjon e as të bindet atij. Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala: "Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-Khattab radiyallahu anhuma قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. نرفان عبد الله ibn Omeri, i biri i Khattabit radiyallahu anhum, i cili ka thonë: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: kush e largon dorën e tij nga beslidhja, e takon Allahun ditën e kiametit pa argument. Dhe ai që vdes dhe në qençafën e tij nuk ka beslidhje, vdes me vdekjet gjahilietit. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Në transmetimin tjetër qëndron: kush vdes duke u ndarë nga xhamati, ai njeri vdes me vdekjet të gjahilietit. Këtë hadith me dy transmetimet e veta e ka sjell Imam Neveviu rahimahullahu taala për me tregu rëndësinë që ka raporti mes muslimanit thjesht dhe kryetarit musliman në ndërtimin e shoqërisë muslimane dhe shtetit musliman, dhe se ata e kanë një marrëdhënie të veçantë ku secili musliman e ka detyrë dhe obligim të ketë një beslidhje mes tij dhe të parit vetë. Dhe në momentin që një musliman jeton ku s'ka të parit tij, ku s'ka kryetar musliman i cili qeveris me ligjin e Zotit, ai njeri kur del para Allahu Dhu Xhelal e të pyetet pse ka ndodhur kjo punë me ju, s'ka me pas argument me të cilin ka me dal para Allahu Dhu Xhelal. Ose nëse ndodh që muslimanët jetojnë në situata ku s'ka pushtet islam dhe jetojnë jashta kornizave të shteteve që qeverisin me islam, ata njerëz kur të vdesin me vdekjet gjahilietit, vdesin me vdekjet të muslimanëve para islamit, sepse islami e ofron dhe ka të fuqi
me ofru një shtet I cili qeveriset me ligjet Allahu dhu Gjelal. Kretë kjo, edhe njerë për e përsëris, duhet me na shti me mendu, edhe mu që flas, edhe juve që ndëgjoni, se cila është përgjegjësia jeme, përgjegjësia jonë, në këtë situatë ku gjendemi na, edhe shumica e botës islame, që shpesh herë të angazhu me ndodhit e përditshme, në largohet nga mendja dhe vëmendja, nevoja dhe domosdoshmëria e jetesës sonë në hijen e ligjeve të Zotit. Bile vjen situata nga shkaku I harresës edhe I mos mendimit rreth këtyre temave, që me mendu dikush për muslimanëve se s'është detyrë dhe obligim me jetu në hijen e ligjit islam, po edhe ligjet tjera nuk kanë mangësi ose dobësi, çfarë të keq që kanë ato, se edhe ato po na kryjnë punë. Normalisht një njeri musliman I cili kështu mendon rreth këtyre temave e rrezikon imanin e tij dhe e bie në diskutim se sa është ai musliman I vërtet apo jo. Në mësimin e fundit folëm për këtë beslidhje mes muslimanëve dhe të parëve të tyre, dhe se në shoqërinë islame kjo ka qenë e theksuar, dhe se muslimanët dietar edhe avam, parë edhe thjesht, krejti ka dhënë rëndësi beslidhjes me khalifin musliman. Andaj, na tregon Imam Muslimi rahimahullahu taala një ndodhi që ka ndodhur në kohën e sahabeve. Abdullah ibn Omeri, muçeki që e transmeton këtë hadith, e ka treguar një ndodhi që ka ndodhur në kohën e tij. Thot Abdullah ibn Omeri shkoi te Abdullah ibn Muti'u, I cili ishte I rëndësishëm kur ndodhi një çështje që quhet al-harra. Çka do të thonë kjo? Kohën e Muavis radiallahu anhu, që ishte khalife I muslimanëve, Jezidi djali I tij erdhë dhe e imponoi pushtetin e tij në Medinë. E disa banorë të Medinës dhe disa njerëz që ishin të parët në Medinë e refuzuan pushtetin e tij. Edhe ndodhi një mosmarrveshje e madhe aty. Edhe erdh Abdullah ibn Omeri te Abdullah ibn Muti'u në ziaret. Kur erdh ai te Abdullah ibn Muti'u, ja shtruan një shilde me ul aty. E Abdullah ibn Omeri tha, nuk kam ardh me ul e me bo muhabet, po kam ardh me ja tregu një hadith që kam dëgju nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, kush e largon dorën e tij nga beslidhja, e takon Allahun në ditën e Kiametit duke mos pas argument pse e ka bërë këtë gjë. Dhe kush vdes dhe s'ka në qafën e tij beslidhje, ai njeri vdes me vdekje xhahiletit. Thot Imam Kurtubiu rahimullahu taala, duke komentu këtë ndodhi, thot Abdullah ibn Omeri erdhi mja përcjell këtë hadith Abdullah ibn Muti'ut, pse që mja tregu se përderi se e kemi një të pari musliman, pa marrë parasysh a na pëlqen, as na pëlqen, dhe ai qeveris me ligjin Allahu dhu Gjelal, na duhet me respektu, për ndryshe duhet me mendu e ditës kur dali para Allahu dhu Gjelal. Do thot sahabet edhe praktikisht e këshilloni njëri tjetrin në kohën e tyre që mu respektu I pari muslimanve, I cili I qeveris ata me ligjin Allahu dhu Gjelal. Ani pse ndonjëherë ndodh që ata të sillen me sjellje që ti nuk e kupton
urtësinë apo dobinë prej saj. Apo të duket se është gabim. Mirë po, neve na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të ruajmë këtë lidhje dhe marrëdhënie tonën me pushtetarin musliman dhe të mos e prishim për pak. Dhe të mos e dëmtojmë jetën tonë shoqërore fetare për disa gabime të vogla që ka mundësi me bëj një pushtetar. Pastaj ulemat kanë thonë, kur Allahu dhujera thot va aufu bi ahdi Allahi idha ahadtum, përmbushni marrëveshjet tuaja kur i lidhni me Allahun dhujelal. Ky ajet kuranor që gjendet në surën An-Nahl, ajeti 91, ulemat e tefsirit kanë thonë, ky ajet ka zbrit për beslidhjen e muslimanëve me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Realisht ky ajet i thot muslimanëve, ju që keni dhënë besën e respektit dhe dëgjimit dhe bindjes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, çonën në vend këtë marrëveshje. O vllazni, nuk është lehtë me dhon premtim dikujt, me ia dhon besën dikujt, me ia dhon përkrahjen dikujt, me ia dhon fjalën dikujt. Sot shumica prej nesh i hudhin llafet dhe nuk e mendojnë hiç se cilët janë pasojat e atij llafi që e ke thonë, cilët janë përgjegjësitë e llafit që e ke thonë, cilët janë detyrat dhe obligimet e llafit që e ke thonë. Hajtë të ecë për para se më ki mu me vete, edhe ecë. Kur kthehet mas, kërkan se ka me vete. Ecë se unë të nimoj. Kur me puna me të nimu, kërkan se ka me veti. Kjo sjellje e pa përgjegjshme, edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin shoqëror, është ajo që e dëmton shumë zhvillimin dhe ecurinë e jetës fetare me një shoqëri. Xhamati, hoxha dhe xhamati i tij duhet të jenë të organizuar me bazë të besnikërisë. Kur të merremi vesh për një gjë, të rim besnikërisht mas asoj marrëveshje. Jo diçka të folim e krejt diçka tjetër të bëjmë. Të merremi vesh se nesër do shkojmë dikun, e kur të mlidhemi nesër me shku, pi 10 vetave 2 veta kanë dalë. Merremi vesh se do e pastrojmë xhamin, e pi 10 vetave, 20 vetave që u morën vesh, 3 veta kanë dalë me krye atë punë. Kësi fenomene fatkeqësisht kohën e fundit kemi shumë, shpesh. Çka do që merremi vesh për me zbatu dhe me vepru, një pakic e vogël i rinë besnik asaj që ka thonë. Valla më dul një punë. Valla se kisha di që kam një angazhim tjetër. Valla më zut gjumi. Valla shumë dashta po pritova. Valla më zateki njoni më vanoj. Këta arsyetime nuk qëndrojnë. Mendoj e mirë llafin para se me e thonë. Mendoj e mirë amanetin para se me e marë, përgjegjësinë. E kur ta thuish llafin, rrimas. E kur ta marrësh amanetin, që në vend. Ose, as mës fol, as mës mërë amanet. Edhe mu për këto arsye sot rrallë, shumë rrallë, mund është me gjetë diken i cili është burr tamam. Që kur e thot llafin i rrin mas, edhe nëse i kushton jetë. Edhe kur e merr një amanet e çon vend, edhe nëse i kushton sa i kushton në jetën e tij. Gabimin më të madh që e bëjnë këta njerëz është se e nënçmojnë një punë. Ki premtua, nuk e realizon. Ki dhon llaf, nuk i rrin mas. Edhe thot ai s'ka gale, punë e vogël. Që kë njeri t'jeni të bindur o vllazni, që kë njeri
që nuk i rënin mas punëve të vogla. Kur të vedet e puna e madhe dhe ma heq s'ka me nejtë mas. Ai që të rafton amanetin e vogël, nëse i bje puna me marë përsipër një amanet madh, edhe ma shpejt edhe ma let ka me të raftu. Të gjithë na që jemi këtu në xhami, edhe familjet tona, edhe fëmijët e tonë, edhe nxënësit tonë, duhet me i bo tërbije në përgjithësi. Kur ta shu të thush llafin rimas, kur ta mash amanetin që e në vend, kur të mash përsipër një detyrë, kryje si duhet, ose mos fol, ose mos e merr përsipër një amanet, ose mos rreth gjoks, se s'ki takat e burni nëse ti i merr përsipër do punë nuk i kry. Dhe andaj Allahu Dhu Gjelal u tha sahabeve, wa aufu bi ahdi Allahi idha ahadtum. Përmbushni marrëveshjet tuaja, o ju sahabe, kur t'i jepni ato. Erdhët e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe bënët një beslidhje. Dhe i premtuat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se këtë do e bëj dhe këtë nuk e bëj. Po, rimas kësaj pune tash. Ja valla, presioni ishte i madh së ndurova. Valla, oferta ishte joshe se mashtroj. Valla, unë du t'i shumë, po s'mujta me të mbrojt. Kësilloj raportesh, nëse ka më një shoqëri më një xhamat, aju ka shkatru para se mu shpartalu si numër. Pse muslimanët nuk mbledhen vetëm fizikisht, nëse ata nuk janë përbashkët psikikisht edhe shpirtnisht, s'ka cërin bashkë më një xhami edhe më një vend. Nëse ata nuk kanë një ideal, nuk e kanë një qëllim, nuk e kanë një metodë, nuk e kanë një gatishmëri për sakrificë. Ti mund është me pi qaj edhe me bo muhabet me dikan me vite. Ama nëse ajnë momentin kur duhet mas shumë ti me të regu besnikrin e ti ndaj teje, nuk e të regon as mik, as shok se kijat. Edhe gjithë na testohemi vllazin në rastet të vështira, se cili me se cili. Kur kemi zor, kemi vështirësi, kemi nevojë për njëri tjetrin, atë në shesh burnia jonë. Ama kur e shohim na se po na shtohet garkesa edhe ikim, kur na shtohet përgjegjësia dhe ikim, kur duhet diçka me sakrifiku për vllahun tem, apo shoqërinë, xhamatin tem, iki, se më dhimën parët, më dhimët kontributi, më dhimët shneti, më dhimët keri, më dhimët shpia, fshije vetën për rendit burnisë. Heq më su regjistrate. Kush i menon këtë gjana në momentet të vështira, fije e burnisë ka me taj. Ka vdekin këshillëk. Edhe ti, dve një menet i thëmë këshis, bujrëm e pamje tone, edhe të ika e minje, jo përse se të më prishe shpia. Ta mam nxefësh, ftofësh. Ta mam nisësh, kthejesh. Fshije vetë për burnisë. Nëse edhe kësi momentit vështirë ti menon 3-4 që ka të bëj, s'ka metet ti burni. Ka nevoj rast urgent këshia, e ki kërën disponim për me shërby, me që spital. A ti thama, mos ti tham, a ti afroj, mos ti afroj. Fshije vetën për burnisë. S'ki burnitin vetën tonë. E ka një familjar joti një halë, shëndetësor, e ti ki do para anësh, edhe me ndonë 2 herë, atja jap, a mos ja jap, ata njëmoj, mos e njëmoj, fshinje vetin për burni, se s'ki burni. Nëse intereset tuja materiali janë më të rëndësishme se krizat dhe problemet e vllaut tanë, e akrabas tanë, e këshis tanë, e xhamatlis xhamis tanë, mahallës tanë, dhe ti e shef interesin tanë, përfitimin tanë, damin tanë, edhe nuk e i gatshëm me një mu, fshije vetën për burnisë.
Nëse për herë në shoqni dikush pagun e ti për herë pen edhe han e kur s'e ka të paguajt, fshije vetë në pirenën e përnis. O vllazni, dunjaja është kalimtare. Nuk guxon ajo me u bë sebeb që ti me u turpnu, mu korrit. Jeta është e gjatë, se cilit për neve i del boja, e vërtet. Se cilit për neve jeton situata kritike dhe momente problematike, ku në del shash ajo që kena mrena për një me. Ajo boja që kemi ngjyros vetën tonë me ngjyrë false, në del. Edhe andaj, do thot, na si musliman, duhet me i lidh zemra tona me Allahun dhu xhelal, edhe vetëm prej tij me i kërku të mirat, edhe vetëm tek ai mu mbështet për të mbrojtur prej të këqijave, edhe mos me pas ymet të njerëzit as fik për njerëzve. Ama kjo neve na e guximin, trimnin që vazhdimisht na me kon nivel të burrnis, të amanetit, përgjegjësisë, edhe mi bo punë me fidu kënaqësinë e Allahut, jo të njerëzve. Mi bo punë nga friga e hidhrimit të Allahut, jo nga friga e njerëzve. Edhe ta dini vllazni, t'jeni të bindur, keqa kena mrena, me kalimin e kohës na del jashtë. Si sjellje, si fjalë, si qëndrim, kush e ka të kalt mrena, le doje sa doje të ka doje se e ka fort, në sprovën e partë pak më të rëndë, kur çkele në drasën e kalt që e ka mrena në zemër, bije, i del goja. Valla be hoq, unë dashta shumë ama së mujta me të një mund. Pse? Po rrezikojsha unë e pozitën teme. Me pas përkra ty, isha dëmtu une. Edhe rujta interesin tem me së përkrajt aty. Shpesh ndodhin kësi situata. Edhe na ndaj tjerëve dhe tjerë ndaj neve. Se zakonisht na i shofim kur tjerët gabojnë ndaj neve. Ose tradhtojnë, ose e humbin besnikrin, a na nuk e shohim edhe vetë kur na gabojmë ndaj tjerëve, e tradhtojmë edhe humbin besnikrin ndaj tyre. Andaj, ky ajet kuranor është shumë i rëndësishëm. Nëse ne si xhamat, nëse ne si xhami, nëse ne si organizat, i na marrë vesh për diçka, duhet të rim mas këtij amaneti, kësaj marrëveshje. Kjo është obligim fetar, edhe është alamet burnie. E ki me Allahun je mirë dhe me xhamatin shokët e tu je mirë. Se ki edhe me Allahun si je mirë, po edhe me shokët e tu xhamatin si je mirë. Ditët shkojnë, jeta shkon, po të Allahu çdo gjë regjistrohet. Edhe çdo gjë del shesh. Edhe andaj, të e pas parasysh këtë këshill kuranore, sahabët i ka nejt besnikërisht marrëveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur i kanë dhënë besë atij sallallahu alaihi wasallam që të i zbatojnë urdhnat e tij dhe t'i bindin atij në gjërat e mira, ashtu kanë vepruar. Andaj ulemat kanë thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se cili që pranon të islami në fillimin e pranimit të islamit, e merr një beslidhje prej këtyre muslimanëve të ri, a keni me nejt besnik në islamin tuj, apo momentet caktume keni me ndryshu, e para. E dyta, kishte beslidhje që është përsërit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mori beslidhje sahabëve para hijretit, që hijreti është punë e rëndë. Ka mundësi me ndodhë vdekje në këtë udhtim për armiqve. A je i vendost edhe burë me ecë këtë udhë, apo sikur se edhe sot, me qenë musliman i devotshëm, me zbatu fenë, po ka kosto, ka çmim. Ki pengesa në karrierë, ki pengesa në punë, ki pengesa në martesë, ki pengesa në udhtim,
ki pengesa në ekonomi, ki pengesa në mund tjetë ndryshme. A je i bindun edhe je i vetëdijshëm që mi marë përsi për këto vështirësi dhe këto kosto, apo si e as i buri. Nëse se ki matë mirë, mos edhe gjoks, se vjen momenti i testimit, bje pi testit. E lafet mund është mi pas të mëdhoja, si demushi, ama punt, da demantojnë lafin, të koritin, të rëpnojnë, edhe të nxjerrin shesh të vërtetën tonë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Akabes, mbrëmje kur erdhën Medinelit, e bënin një marrëveshje, një beslidhje të ndihmesës. E i thanë këto sahabët nga Medinja që kishin ardhur mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i thanë na kemi ardhur me të dhonë garancë, me të dhonë besnikëri dhe beslidhje për të ndihmuar ty në momentet e vështira. Tha, e një të menu që ka një të thonë. A e keni për një me këtë punë, se kjo rrugë është e vështirë. Dikush i për neve e humbë autoritetin, e humbë pushtetin, dikush për neve humbë pasurin, dikush për neve humbë familjen, dikush për neve humbë jetën. Në këtë rrugë. Ama rruga vazhdon, udhimi vazhdon. E ju që doni me ardhë me mu, a i një të gatshëm për të sakrifica, po i një të gatshëm, u kry. Gjithashtu, tek marrëveshja e Hudejbijës kishte beslidhje. E kështu me radhë. Andaj ka pas disa momente në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që muslimant i kanë dhënë besë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë metu si musliman, që kanë me rezistu si musliman, që kanë me përkra islamin, që kanë me ndihmu islamin, edhe nëse ketë kjo u rrezikon atyre komoditetin, rahatin, mirëqenjen, gjumin, karrierën, pasurin, familjen, edhe jetën e tyre. Rruga është e gjatë, edhe me vështirësi. Kush o burr, me falë sabahin, si ka thonë e shahidi i vjetër, del edhe mbron islamin. Kështu ka thonë për para këngët e vjetra shqiptare, a ka burr që e falë sabahin, me i dalë për balla dushmanit. Se këtu matët hesapin sabah. Edhe matë e mirë, edhe lidhe fort, edhe etë, Allahu ka me të një mua dhe ka me të mbrojt ftyrën tane. Si e i vendosë, si e i bindë, si e i sabajt, rande ki me vazhdu udhën tane pa u turpnu, pa u marru. Se se kindimën Allahu dhul gjelal. Ande ulemot ka thonë, Allahu dhul gjelal u thotë muslimanve të asaj koha, edhe gjitha kohërave, përfshi edhe kohën tonë, se marrëveshjet tuaja që i bëni me të parët tuaj musliman, marrëveshjet tuaj që i bëni me fenë Allahu dhul gjelal, përmbushni ato. Edhe rini gati, se për ndryshe, llogaritë tradhti, e tradhtia ka dënimin e madh në dunjën e ahiret. Thot Imam Kurtubi rahimullahu taala, pse tha përmbushni marrëveshjet e Allahut, kur muslimanët bënë marrëveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse marrëveshja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për çka ishte? Ishte për Islamin. Edhe andaj Allahu ja atriboi vetvetes për mbushni marrëveshjet me Allahun. Andaj edhe sot një musliman që bën marrëveshje me një të parë të tij, çfarë do niveli, xhamati me imamin e tij, shoqata me kryetarin e vet, çfarë do lloj forme, do ti nëse bën për hatër të Allahut dhe për ta ndihmuar Islamin, fundi është marrëveshje me Allah. Nuk i me dhonë llogariti X-it dhe Y-it që ki imam xhamie ose kryetar shoqate. Po ki me dhonë llogari edhe Allahut tanë, se ti e bën një beslidhje në shërbim të Islamit edhe e tradhtove.
nuk e realizove, të duke rënd, edhe e laje pas dore. Andaj, kjo shërim që kanë dhënë ulemat e tefsirit, tregon për rëndësinë që i kanë dhënë sahabët beslidhjes me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo tërbije e tyre është përcjell pastaj edhe brezat mas. Edhe tek brezat e mëdhenshëm, edhe tek ulemat, edhe tek besimtarët, e kjo i ka dhënë kompaktësi shoqërisë muslimane në kohën e khilafetit. Edhe andaj shoqëria muslimane ka pas harmoni, edhe ka pas mirëkuptim mes vete, dhe kjo i ka dhënë hapësirë dhe mundësi mu zhvillu. Ku secili është marrë me punë të veta dhe e ka ndihmuar zhvillimin e shtetit islam. Edhe andaj për një kohë shumë të shkurt, eci shumë përpara shtetit islam, edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin ushtarak, edhe në aspektin shkencore. Edhe është modeli që këtë bota sot e studion dhe ka para vetes, si model të një zhvillimit jashtëzakonshëm dhe shumë shpejt që ndodhi në historinë e njerëzimit. Pse? Se ishin të vendost edhe u rinin mas fjalëve të veta, beslidhjeve të veta, marrëveshjeve të veta. Edhe se mendonin interesin personal, ta nxjerrin para atij xhamator kolektiv. Po xhamati ishte e para, interesi personal ishte mas. Realisht ato s'kishin nevojë me mendu për interesin personal, se tu realizu interesi xhamator, veç interesi personal i ishte realizu. Edhe gjithë ja kanë pa hajrin, ati kontributi dhe ati zhvillimi. Kua që keshim disponim në përfundoj, këtu në ndalemi inshallah taala që ndesin arshëm me vazhdu, atje ku kemi me duke lutë Allahun të na jep të dobishme dhe vepra të mira, të na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë xhami për të marrë këto porosi, e lutim Allahun e Madhëshëm që të na bashkon me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.